Përshëndetje shenja shigjetarit, kjo është panorama javore. Për momentin, interpretimi do t'jetë pak më i reduktuar dhe në këtë formulë, shkak është një angazhim personal. Java fillon me hënën. Kjo kartë simbolizon ndjenjën, intuitën dhe reflektimin emocional. Në fillim të javës, ju mund të jeni më të ndjeshëm ndaj atmosferës përreth dhe të reflektoni për një situatë që ka rëndësi për ju. Hëna shpesh tregon edhe një nevojë për të kuptuar më thellë emocionet dhe motivimet që qëndrojnë pas një situate. Më pas shfaqet karta udhkryq. Kjo kartë simbolizon zgjedhje dhe vendim. Kjo tregon se gjatë javës ju mund të përballeni me një moment ku duhet të zgjidhni mes dy drejtimeve ose dy mundësive. Vendimi mund të lidhet me ndjenjat tuaja ose me mënyrën si dëshironi të vazhdoni përpara me një situatë të caktuar. Më pas kemi kartën e letrës. Kjo kartë simbolizon ose lidhet me mesazhe, dokumente ose komunikim të shkruar. Në këtë pikë të javës mund të vijë një mesazh, një informacion ose një bisedë që ndihmon për të sqaruar situatën që po ju shqetëson. Më pas shfaqet karta e spirancës dhe kjo kartë simbolizon stabilitet dhe siguri. Kjo kartë tregon se pas komunikimit ose informacionit që vjen, ju mund të ndjeni më shumë qartësi për atë që dëshironi të mbani të qëndrueshme në jetën tuaj. Më pas shfaqet karta e Çelësit dhe kjo kartë është shumë e fuqishme sepse simbolizon zgjidhje, përgjigje dhe hapje të një rruge të rëndësishme. Kjo sugjeron gjithashtu se situata që ka filluar me reflektim dhe vendim mund të çojë drejt një zgjidhjeje konkrete ose një kuptimi të rëndësishëm për ju. Pas Çelësit shfaqet karta e Diellit. Dhe kjo kartë simbolizon sukses, qartësi dhe energji pozitive. Kjo kartë gjithashtu tregon se drejtimi që ju zgjidhni ose përgjigja që gjeni mund të sjellë një ndjenjë lehtësimi dhe optimizmi. Në fund kemi kartën e Qenit. Qeni simbolizon besnikëri, mbështetje dhe një person të besueshëm. Kjo sugjeron se në këtë proces mund të ketë një person që qëndron pranë jush ose që ju ofron mbështetje të sinqertë. Kalojmë në Prism Oracle ku kemi zemërim dhe kjo kartë sugjeron se në këtë histori mund të ketë edhe emocione të forta që kërkojnë të shprehen ose të kuptohen. Zemërimi nuk është domosdoshmërisht negativ, shpesh është sinjal që diçka ka rëndësi për ju dhe që kërkon të trajtohet me sinqeritet. Pra, ju filloni javën duke reflektuar për ndjenjat tuaja dhe për një situatë që kërkon qartësi emocionale. Shumë shpejt mund të gjendeni përballë një zgjedhjeje që kërkon vendim. Një mesazh ose një komunikim mund të ndihmojë për të sqaruar këtë situatë dhe për t'ju dhënë informacionin që ju nevojitet. Pas kësaj, ju mund të ndjeni se po krijoni një bazë më të qëndrueshme për atë që dëshironi të ndërtoni. Një zgjidhje ose një përgjigje e rëndësishme mund të shfaqet dhe të sjellë një ndjenjë qartësie dhe suksesi. Në këtë proces, një person besnik mund të jetë pranë jush dhe të luajë rol mbështetës. Megjithatë, ndjenjat e forta mund të jenë pjesë e këtij procesi dhe mund të kërkojnë të shprehen për të arritur qartësinë e plotë. Kjo është një javë ku një mesazh ose një vendim mund të çojë drejt një zgjidhjeje shumë të rëndësishme për ju. Paçim!